Shefit ekzekutiv të korporatës energjetike të Kosovës Nagip Krasniqi dhe Isuf Zenaj, i cili po akuzohet për veprën penale keqpërdorimi pozitës apo autoritetit zyrtar, së bashku me Imer Dragushën. Në seancë ka dëshmuar Ustajbo Megjihah Zylejha, asistente ekzekutive e kryeshefit ekzekutiv në KEK, e cila është përgjigjur pyetjeve të palëve në këtë çështje. Ajo fillimisht është pyetur nga prokuroria e rastit Fikrie Fejzullahu për punën që ka bërë në KEK dhe formën e komunikimit që është zhvilluar brenda korporatës. Dëshmitarja ka thënë se pa udhëzimet e kryeshefit nuk kanë vepruar në kabinet. Pa udhëzimet e kryeshefit na nuk kemi vepruar. Mendoj që kom marrë mendimin e kryeshefit. Pastaj që Anjeta si shefe kabinetit nuk ka qenë në zyratit. Ajo është pyetur edhe për tenderin e montimit të shtratit sferik E9D për operatorin ekonomik Takraf, e po ashtu se ku e ka njohur të akuzuarin tjetër Isuf Zenaj. E patëm pranu një ftesë nga policia për zotri Nagip Krasniqin. Një ftesë nga policia për zotrin Krasniqin. Dhe zotri Isuf Zena ka shku me zotrin Krasniqi, ma ka marrë mendja që në polici. Unë e kom pa prit dritarës së zyrës. Ndërkohë gjatë ditës dëshminë ka dhënë edhe Mint Mava, menaxher në departamentin për furnizim në zyrën e prokurimit në KEK. Ai është pyetur për arsyet e anulimit të një tenderi lidhur me riparimin e bllokut A5 në KEK. Operatori ekonomik nuk ka plotësuar kriteret e kërkuara të tenderit. Si dhe gjatë negocimit ka humbur Besushmërinë për arsye se ka ndryshuar plotësimet edhe në zëtimet edhe në gjatë negociatave. Shqyrtimi i seancave do të vazhdojë ditëve në vijim, derisa akt akuza e ngritur i bën përgjegjës Nagip Krasniqi në cilësinë e kryeshefit të KEK-ut, Imer Dragushën në cilësinë e ushtruesit të detyrës së drejtorit të zyrës së prokurimit dhe Isuf Zenën si përfaqësues i kompanisë Regjepi Zeqir Zena. Ata akuzohen se me veprimet e tyre i kanë shkaktuar dëm buxhetit të shtetit rreth 37 milion euro.